E Arborës, Arbora Letit, na ka sjellë këtu ke një vend mitik sa i përket turizmit, jo vetëm turizmit shqiptar, po dhe ballkanik, madhomenia dhe evropian. Edhe jemi tek hoteli Gjutis në Lezhë. Na ke sjellë te hoteli Gjutis. A ke parasysh ç'është hoteli Gjutis ajo? 86 vite histori ka dhe është ndërtuar me idenë biles edhe projektimi i parë ka nga Conticciano. Conticciano që ishte ministri i jashtëm i Italisë në atë kohë, në 1939, dhe u bën si një vend rezidencial për turizmin. Është shumë interesant, ai u bë për të sjellë faktikisht jo vetëm italian, por edhe turistë tjerë dhe kështu që ka histori shumë mitike ky vend. Po pse ke zgjedhur hotelin e Gjutis dhe çfarë është projekti i sot? Përveç pjesës së turizmit, që ti the shumë mirë, unë jam shumë e kënaqur që ky hotel ka arritur krijimin e gjithë llojit të infrastrukturës, që për ne sot është shumë e nevojshme, sepse kemi të bëjmë me një konferencë për personat me aftësi të kufizuar. Dhe këtu kemi gjithë infrastrukturën e nevojshme për ka persona, të cilën vështirë ta gjejmë për rreth zonës tonë. Sot është një konferencë kombëtare dhe le të themi dhe ndërkombëtare, realizuar nga organizata Opportunity Balance and Overcoming, por me mbështetjen e EU Tasko Treshit, mbi diskriminimin e personave me aftësi të kufizuara në arsim, në ekonomi, në shëndetësi. Sot do fokusohemi kryesisht tek, le të themi, përkrahja, mbështetja që ne mund t'japim për këta persona, e kryesisht gratë dhe vajzat. Këtë konferencë do kemi të ftuar personat nga shoqëria civile, nga institucionet vendore, lokale, por jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe përfaqësues nga jashtë. Nga jashtë, nga çfarë vende vijnë? Janë përfaqësues të EU Taskos, ata të cilët po bëjnë edhe mbështetjen dhe vlerësimin ton për personat si Se po është një 2 metrash aty. Edhe më duk si La Civita. Mirë, po ti nuk merresh në politikë, merret me këto projekte të bura, se shikon në valë politike me çfarë merret Arbrora, merret me njerëz me aftësi të kufizuara. Shumë e rëndësishme kjo. Edhe qëllon Arbrora, është shumë interesant, qëllon në këto projekte që kanë të bëjnë me shtresat vulnerabël. Edhe kështu që me çfarë shohëm unë pakën poshtë edhe atë agjenë që më ke dërguar mua, ka ndonjë risi, ka ndonjë gjë të veçantë në mënyrën e organizimit apo është thjesht? Unë jam shumë e kënaqur një herë që ne arrijmë dhe bëjmë një konferencë të tillë në zonën tonë, në vendin tonë, dhe nuk kemi nevojë, jo ti je drejtuese. Okej. Dhe ke koordinuar time të huaj. Me të huaj patjetër. Dhe jam shumë e kënaqur që ato janë fokusuar edhe tek këto zona dhe nuk e kemi fokusin vetëm në Tiranë, vetëm në qytetet e zhvilluara, po le të kalojnë edhe aty ku me të vërtet është halli dhe ta prekim nga. Dhe janë njerëzit aty. Se me thënë drejtën, nganjëherë po përdor një fjalor pak jo të këndshëm, nganjëherë seminare gjithandej, atje në Tiranë, ato hotelet e mëdha, të bëhen të neveritshëm. Nësa kur i sjell kështu nëpër rajone, është shumë interesant. Kështu që ke falënderimet e mia Arbrora, edhe për faktin që ti sjell vëmendjen ndërkombëtarëve edhe në Mirdit edhe në qarkun e Lezhës. Faleminderit. Mos u javë çenga dhe ky shoku që na pret këtu. Shumë mirë të rrit. Atë do ta ndjek hap pas hap. Falenderoj secilit për ju që keni ardhur. Sot kemi një konferencë e cila ka të bëjë me diskriminimin e personave me aftësi të kufizuar, e sidomos për pjesën e personave të rrjetit të Mirditës, të cilët e kanë parë jashtëzakonisht shumë nevojshme. Keni nevojë për mbështetje, keni nevojë për përkrahje. Kjo konferencë do bëhej e mundur pa mbështetje e EU Tasko Treshit, për të cilën falenderoj përzemërsisht për gjithë mbështetjen Dinon dhe Natashën. Thank you Dino for all the support. Një falënderim të veçantë e kam për zonjën Suela, që është këtu mes nesh. Falënderim po ashtu të veçantë e kam për Lorin, e cila po ashtu është pjesë e jona sot, mbështetëse. Unë uroj dhe shpresoj që gjithçka të shkojë shumë mirë, të kemi një konferencë me sa më shumë pozitivitet, produktivitet. Për momentin po ja lë fjalën Natashës. E pritëm me shumë interes kërkesën e organizatës Arbororës, që ju e keni sot edhe të vendosur këtu, që është mundësi, barazi, mbështetje dhe gjithë përfshirje, fjalë mjaft të bukura, sidomos për
persona që janë në nevojë, që kanë, po themi, një mungesë pavarësisht se cila është ajo, dhe ne si shoqëri duhet të jemi tepër të ndjeshëm ndaj kësaj kategorie, sepse një shoqëri nuk mund të quhet gjithëpërfshirëse, po nuk kujdes për të gjithë individët e saj, pavarësisht se në çfarë situate dhe rrethane janë ato. Për gjithë shoqërinë shqiptare, pavarësisht se pjesa më e madhe e grupit sot është nga Bashkia e Venditës, për mua është një kënaqësi që të bashkëpunoj me këtë organizatë sa të vogël, por aq të madhe në misionin e saj, për të bërë këtë bashkëbisedim sot, për të diskutuar sa do pak për problematika që ju keni, dhe ndoshta dalim me disa ide konkrete se si mund të mbështetet kjo kategori e personave në aftësi ndryshe, dhe pse jo, dhe institucionet ndoshta sot që kemi këtu prezente, të njohin pak më mirë situatën e kësaj kategorie dhe të angazhohen pak më tepër për të ndihmuar dhe për të lehtësuar atyre jetën dhe për të bërë ato pjesë aktive të shoqërisë tonë dhe të komunitetit ku jetojmë. Unë jam shumë e ndjeshme ndaj njerëzve me aftësi ndryshe, sepse kam edhe në familje dhe di sa e vështirë është të kesh persona me aftësi ndryshe, dhe sa kur ajo do nga pjesëtarët e tjerë të familjes për të mbështetur ato. Por kjo nuk mjafton. Duhet që institucionet dhe politika që qeveria ka miratuar të shkojnë atje tek personi që ka nevojë për të. Sepse ndonjëherë ndodh që politikat e mirë shkruara në letër është vështirë të zbatohen dhe ndihma dhe mbështetja të shkojë atje ku duhet, te personi që ka nevojë për të. Projekti jonë ka vite që ka filluar që në 2019, aktualisht jemi gati në përfundim, por që shumë shpejt Bashkimi Evropian dhe Komisioni Evropian do fillojnë një projekt po tjetër për mbështetje për shoqërinë civile që fillon në nëntor. Unë shpresoj shumë që ky takim për organizatën e Arborores dhe të gjithë, po themi, grupit të saj, mos jetë i fundit, por të jetë fillimi i një veprimtarie sa më të gjatë në ndihmë të këtij komuniteti, por edhe shumë evente të tjera me natyrë nga më të ndryshme. Prandaj dua të falenderoj veçanërisht Arbororën për gjithë mundin që ajo ka bërë dhe për natyrën e saj pozitive që ka. Në fakt është merita e saj që ne sot jemi këtu dhe unë i uroj shumë suksese edhe si organizat, por edhe si individ, dhe shpresoj që ju të keni mundësi të tjera përveç të ditës së sotme, në të cilën të merrni atë që meritoni dhe atë që ofron shteti shqiptar dhe shoqëria shqiptare. Duke ndarë një histori shumë të shkurtër personale me ju. Unë e di se çdo të thotë ndihesh ndryshe. Unë e di çdo të thotë ndihesh ndryshe për arsye sepse kam lindur me një problem të shikimit. Ka qenë një problem i cili gjatë gjithë kohës më është bërë një pengesë, por njerëzi më është kthyer edhe me një forcë. Kur kam qenë fëmijë, janë nështruar disa operacioneve në lidhje me shikimin. Prindrit më çuan në mjek të ndryshëm dhe njëri prej tyre i tha atyre: "Ky fëmijë ka një problem me shqisën e të parit, por me kalimin e kohës, ky fëmijë, duke qenë se është me mungesë të këtij sensi, ose më saktë, me një dëmtim të pjesshëm të këtij sensi, është i predispozuar që të zhvillojë në pikpamjen e mençurisë një aftësi të admirueshme." Kjo ishte një forcë e jashtëzakonshme inkurajuese nga ana e doktorit tim, i cili më ndihte. Vitet kaluan, u përballa me bullizmin, u përballa me këtë fenomen, të cilin jam e sigurt që secili prej jush e ka ndier në forma të ndryshme. Unë e di çdo të thotë ndihesh ndryshe dhe ju e kuptoni arsyen. Por unë kam parë në sytë e njerëzve mirëkuptim. Unë kam parë në sytë e njerëzve paragjykim. Unë kam parë në sjelljet e njerëzve përjashtim timin nga gjëra dhe nga aktivitete të ndryshme. Por edhe pse kam patur probleme me shikimin tim dhe nuk kam parë shumë qartë për një periudhë kohe, unë kam parë nëpërmjet zemrës. Dhe është kjo aftësi të cilin unë e zhvillova me kalimin e kohës, dhe është kjo aftësi për të parë nëpërmjet zemrës
që mua më bëri të ndihem pozitiv, të ndihem i dobishëm për komunitetin dhe për pjesën e atyre individëve të cilët nuk kursyhen të më mirë kuptonin për gjatë momenteve të mia më të vështira. Ju të dini që konventas janë një ndryshim paradigme, pra e spostoj në modi nga qasja e pamërësisë për persona më të kryqësuar, edhe gjonë në qasjen e të drejtave njerëzit. Pra, na takon si persona më të kryqësuar, është e drejtë jona të shkollohemi, të punsohemi, të marrim pjesë aktivisht në shoqëri, për shkak se jemi në të pjesë e komunitetit dhe ky nuk është le të themi një nder apo një favor që na bën qeveritë apo komunitetit apo biznesi, po është një që na takon në arenën tonë të përbashkët. Pra ky është ndryshimi që sjell konventa të cilin duhet ta mbajmë. Konventa gjithashtu kërkon, le të themi, është pranon që çështjet e aksesit kufizuar janë ndër sektoriale, që do të thotë nuk i përkasin vetëm një institucioni, siç është Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, por i përkasin praktikisht gjithë shoqërisë, në mënyrë që të kemi realisht përfshirje persona me aksesit kufizuar. Se temat të LSHBC që ato më falë disa përmirësimeve, për shkak që janë bërë në ligj për arsimin para universitar. Duhet kemi tashmë vendosi prioritar arsimin i përfshirjes, pra edukimin e personave me aksesit kufizuar në shkollat e zakonshme bashkë me gjithë fëmijët e tyre. Përkohë më parë arsimi special pra veçimi i fëmijëve me aksesit kufizuar në shkollat e veçanta ishte rregulli. Tani këto shkolla duhet gradualisht të shkojnë duke u shtuar dhe të gjithë fëmijëve me aksesit kufizuar pa përjashtim të sigurohet arsimi në shkollat e zakonshme. Siç ndodh me gratë në përgjithësi, po gratë me aksesit kufizuar raport me burrat me aksesit kufizuar kanë më pak gjasa të marrin të trashëgojnë pasurinë nga familja e tyre. E di këtë sa, ja, kemi konstatuar. Dhe gjë e tjetër për shembull nga një projekt që ne kemi patur me UNFPA-n, që merret me popullsi, gratë me aksesit kufizuar kanë më pak gjasa të martohen për shkak që ta mundën në shoqëri apo të jenë prindër. Ndërkohë që kjo mund ta vërtetojmë mësoj tek këtu se pas kemi dhe burra, që burrat me aksesit kufizuar e kanë më pak bariera dhe themi qëndrimore për të krijuar familje dhe për të patur marrëdhënie. Që tregon edhe një herë atë që quhet pengesa sistemike, në mënyrë se si ne mendojmë dhe si raportohemi me njëri tjetrin. Dhe çdo mjet thonte që dita ditës ndryshojmë, por jo. Babimi të 11 dhe pse jetoj më thoni, jetoj sepse ne se kena konflu kur të sigur. Kur se ishte me asim ndryshe, por se ishte i barabartë me ne. Sfida më e madhe e imi është me prindërit, sepse ju them gjithmonë mos i konsideroni fëmijët e juaj të smur. Ne jemi gjithë barabartë. Nuk pëlqen as të jemi me aftësi të kufizuar, të jemi me aftësi ndryshe, jemi me aftësi të veçanta. Çdo person ka ndryshe emocionet, shprehjet, por ne duhet t'i kuptojmë dhe nuk duhet të kemi bariera t'i kurizojmë edhe mos të pranojmë jetën tonë. Atëherë, unë kam përgatitur sakrificat e prindërve të fëmijëve me asim ndryshe. Ja, fillimisht me nevojat e veçanta të fëmijës që mund të shfaqen pas lindjes si edhe tronditja, të fuqishme psikike dhe shpirtërore tek prindërit. Kjo sjell jo vetëm zhgënjim dhe vrasje të ëndrave prindërore, por fëmijën që do vinte për dhe paralizim që prindet për momenti. Problemi i fëmijës shpesh i pengon ata të marrin me gjëra të tjera apo të marrin me gjëra të arsyeshme. Çdo vajzë vlen. Fëmijët me asim të kufizuar kanë të vitet e tyre së fëmijët e tyre. Duke pasur të vitet të paruar në shoqëri. Ata kanë potencialin të kemi një shumë. Sot pothuajse për vite tëra është nga gjërat më interesante realisht që ndjek, po me një shtres që shpesh herë në konotacionin pejorativ, pak si negative e përdorim pa hyrë brenda saj, kështu dhe jam me Suelen, pra me njerëz me aftësi të kufizuar, dhe më ka pëlqyer shumë në seminarin që po bëhet këtu, pra po çuj konferencë shkencore, ta quajmë si doni domethënë pikën sociale, po më pëlqeu shumë fjala e Sueles. Suele, ti nga Tirana? Po, unë jetoj në Tiranë dhe drejtoj një organizatë që promovon drejtat e personave me aftësi të kufizuar në Tiranë, po edhe në gjithë Shqipërinë, pavarësisht se jemi të. Unë kam fjalën tënde të gjitha, e kam filmuar gjithë fjalën tënde dhe ishte brillante domethënë për fjalë. Dhe ishte mes njerëzve të cilët
pakën shumë prej tyre jo, dhe janë ose me aftësi të kufizuar, por janë edhe persona që shoqërojnë brenda familjeve me radhë. Domethënë ky habitat pak a shumë vunë re që ti jep forcë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Unë mendoj që është e rëndësishme në këtë fazë dhe në këtë moment historik që jemi, është që të dëgjohemi si aktiviste dhe të vendosim vend drejtat tona, se siç e thash, konventa përcakton që ne jemi qytetarë me drejta dhe na takon të marrim pjesë në shoqërinë baza të barabarta me të tjerët. Jemi grupi i fundit shoqëror që kemi fituar drejtat tona civile pas le të themi revolucionit që ndodhi në vitet 60-70, domethënë perëndimore dhe pastaj ushtrisë në gjithë botën. Kështu që duke qenë se kemi qenë më të shtypurit për më gjatë, ka ardhur koha që të dëgjohemi në mënyrë që të ndërtojmë qytete ku mund të lëvizin ndryshëm, të ndërtojmë politika që na mundsojnë të punësohemi, të shkollohemi etj. Kështu që duhet jemi më të zëshëm. Mendoj që nuk është koha të qajmë ato që ka ndodhur, mendoj që është koha të ngrejmë zërin për ato që na takon dhe gjejmë vendin tonë në shoqëri. Shiko, Suela, unë kam vënë re, për shembull kur bëhen workshope njërën e tjetrën, pikërisht me njerëz me aftësi kufizuar që kanë halle, edhe kur vjen kur merr pjesë domethënë një vend, është edhe ambienti, për shembull gjithmonë në salla hotelesh, në salla pak luksoze, me radhë, duket si një paradoks, si një diçka domethënë që nuk shkon me atë gjën që e përjeton. Po ky është realitet, po ka një gjë domethënë. Fakti tutë ishulli te hoteli i Gjuetisë. Kjo më duk fantastike domethënë, apo në këtë ambient, në këtë real, në këtë gjelbrim me kështu. Ai u shërben domethënë një farë mënyre, po morrim edhe është edhe një mënyrë për të gjithë këto aktivitete kanë edhe rrjetësimin si koncept. Ja ne u njohëm bashkë. Po bëjmë një gjë për të çuar një mesazh te ndjekësit tuaj, kështu që edhe njerëzit kanë mundësi të njëjën edhe pastaj të ndërtojnë bashkëpunime. Kështu që është e rëndësishme në këtë kuptim. Më qënë 86 vite më parë kjo. Sepse 86 vite më parë është ideuar, sketchuar, është bërë gjithë arkitekturë nga Kontiçana, e këndi? Edhe për shembull si Kontiçana, po ta dihet tani Kontiçana atje ku është. Ka persona më aftësi kuizuar? Që kanë ardhur sot janë. Do besonte. Nuk do besonte. E faleminderit shumë Suela. Ndërkohë do ta jap speciale të gjithë ato që po bëhet. Tu është një mrekulli. Faleminderit. Unë pëlqeu pafund sot, domethënë është një nga eventet më të bukura të vitit. Absolutisht nga më të bukura. Faleminderit shumë. Gjithë mirë. Anisën. Të bëjmë sot një takim, një kafë, ditën tjetër. Një projekt për minë kam vjetë, program, që të kryet të gjitha funksionet e veta brenda familje, të mësojnë, të gatuje, e kemi realizuar ne pa shumë vite, me 6 persona bebe, me jakënësive, e të tjera. Por, ka akoma njerë, që nuk e kanë gjenën e humanizmin. Gjenën e, kanë arrogantën, kanë propotentën, kanë paragjikus, kanë kjo që është bënë. Prandaj, ne dunërë, jemi paragjikuar, jemi kërcënuar, jemi shantazhuar, jemi gjithë e këmë bënë, por ne jemi më të fortë se ata që kanë përshtuar. Ne kemi protestuar për ato të drejta, dhe misioni ju në kjo është. Kauza jonë është që ne të mbëm të drejtat e tyre. E gjithë personët, verë, pabe, parabgjidjim të thonë, dhe qëllimi jonë është integrimin e këtyre njerëzve në shoqëri, në jetën e tyre përditshme, të dalën nga ajo rutina përditshme. Media thonë që është drejtarja hapur këndjerë mund të shkojnë e lesën. Nuk kam parë ndonjë gazetar unë që të vijen me ditë të marrin një person masit kufizuar. Ta pyesi, një institucion, shoqata është institucion. Nuk është njëri që profesor, është institucion. Qa probleme s'ka të asni. Vetëm marrin në opinionit që dalin, tulli analizi se më shumë i qërodisin njerëzit se sa i shkon atë. Ma edhe me politikë, jo. Politika jo në është kontributi këtyre njerëzve. Politika jo në është sociale. Qeveria harton projekte sociale. Bashkia t'i zbatojë ato. Por akoma nuk në është. Sërë të mundur që mos të gërën projekte për mundësimin e grave. Ka projekte sa të duar, ka vene punë sa të duar, për është neglizhenta, minoritetën, bullizmi,
që është qërë për fatkeqë për shfaqet edhe që ditë. Ne kam arritur e kemi bon edhe projekte tjera. Unë vartoj me Zurra Abnorën një projekt për 5 vite, që të marrin edhe ato të verë, 35 verë, të marrin një tjeni, një njohuri për gjuhën italiane, engleze, sepse jeta është e gjallë, problemet dhe sfidat tona janë akoma me të vështira, anë më marë. Aty e gjenë grosi personë mashinur, bashkëtarë të është përpuar të në vokë. 33% e vajzëve dhe grave invalide che startano la famiglia, la militare, la politica. Është statistika reale, tas për me gjithë. Është e papranueshme. Me gjitha do përpjekje që unë kam atë, është e papranueshme që trajtohet një vajzë 24 vjeçare si sklave. Duke e detyruar të punojë tokën, të pajë trungut e gjitha, për risë probleme edhe dhe aty që kanë se gratë, janë ajo që shtylla shpizë. Dhe si të mos është familja, është mija, ka probleme staturë, ka në familja. Pra ndaj, atë ne si shkemi të në këto zjarën, unë e kam atë zanat që unë nuk pushoj, por do të këshkoj. Si sot, si ne kemi arritur, deri sot, kemi këtë korajë, kemi këtë fortën, kemi këtë solidaritetin, të vazhdojmë përsëri. Kam edhe disa për vetën tonë. Ne flasim teori, por nuk e bën perspektivë. Ne shfaqemi, ne fshehemi shpesh herë se jemi invalid jo jo. Nuk është turp që është i verë. Nuk është turp që është parapigit. Deri një projekt nxitët sponsimit dhe në atë projekt morën pjesë 4 persona masi ndryshe. Kishte nisë më shumë persona, ishte edhe ca rënim ekonomike se aty afërmim edhe për persona të mëdhenj, edhe për gratë e domune. Pra ka disa kategori që kërkojnë ndihmë, por persona masi kufizuar mendoj që janë përfshirë në disa projekte në fundsim, vetëm në strukturat e bashkisë edhe të njësive, punojnë 7 persona. Kuptohet se në një bashki e vogël, në një numër persona shumë të madh. Janë bashkë me kujdestarët e 966 persona. Nga këto, 200 janë kujdestarë, të tjerë janë paraplegjik, verbër dhe pa. Në këto 320 janë gratë dhe fëmijë. Bashkë. Unë kam një kohë nuk jam drejtoresh, atë thoshe dhe një herë, kam një kohë gjatë që punojnë, jam punojnë si apakut, bëj pagesat e pakut, po më ka ro me pjetë në të probleme, me kërqata të të drejtë Bardogu, nuk tham se s'ka pas të veprime, një vetëm me shoqatën e Bardogu, por dhe me shoqatat e tjera që operojnë aty, me Caritasin. Një punë shumë e mirë është bërë bashkëveprimi me Kishën. Aty është një mencë, ku marrin shërbim 50 persona, ndërto 20 në asi ndryshe. Mora këtë si referencë sepse besoj që edhe ju keni patur raste dhe të paktën e keni ushtruar të drejtën që zgjedhësit duhet të shkojnë tek të zgjedhërit dhe në këtë mënyrë ne kemi arritur parimin kryesor të demokracisë, përfshirjen e komunitetit në vendimmarrje. Për ta bërë pak më jo kaq formale, duhet janë fakt nëse ju keni shkruar ndonjëherë një peticion apo një nismë iniciativë qytetare që keni kërkuar normalisht një problem apo një nevojë, qoftë në infrastrukturë apo qoftë në një politikë nga pushteti lokal apo pushteti qendror. Vështirësi të ecin nëpër trotuare, në hapësirat publike, nëpër parqe, në këndet e lojrave për fëmijët apo edhe në shkolla. U përmend pak më përpara e drejta e votës, ne jemi paraprakisht para një procesi zgjedhor. Shikohet që qendrat e votimit janë të vendosura në katët e dyta të shkollave, gjë që në listën e zgjedhësve është një numër i lartë i votuesve që kanë të drejtën e votës, por që janë aftësi kufizuar dhe parimisht si do të votojë, si do ta ushtrojë të drejtën e votës. Gjitha këto janë raste që unë i mora për të thënë se si demokracia duhet të ushtrohet dhe se si personat me aftësi të kufizuar do të jenë pjesë e proceseve vendimmarrëse. Çfarë rekomandimesh mund t'japim është përfaqësimi i detyrueshëm, mbikëqyrje dhe zbatim, infrastrukturë aksesueshme, ndërgjegjësim publik, trajnimet e edukim për të rritur dhe për të fuqizuar
personat me aftësi të kufizuar. Në fakt kisha referuar edhe 3 raste, nëse për t'i bërë edhe si lloj diskutimi, 3 raste studimi sepse e mendova si punë me grup, por mund ta diskutojmë tani. Na kanë thënë se ju nuk u takon. Nëse si takon njeriu, ne na takon të parë. Se duhet të jetë. E para e punës. E dyta, ka qenë një ligj, nuk e di se sa si ka qenë ky ligj tash në fillim, që gjithë personat me aftësi të kufizuar, sidomos verbrit në status, kanë pas paguar 20% të leftës që harxhoshin muaj. Tash nuk e di si ekziston, ka kërkuar dikush, nuk e ngjën zallin na. Kanë buni pagesë fikse, por do të vetë diçka nga ora ligjore ne te kemi. Unë nuk jam i qartë, do ta një gjë. Sa për përgjigjen, dhe unë vetëm vjetër, e kemi parë që në kohë nga me vendim të Këshillit të Ministrave është dyshuar dhe nga 20% është bërë 14.000 për grupin e 2, 20 për grupin e parë. Ka një 3 vjet është rritur, 24 ka shku grupi 2 dhe 30 grupi parë. Pa është dyshuar me vendim qeverie, nuk ka dyshuar bashkia. Është me vendim, unë jam pjesa e atij përfitimi, se jam veti memër, po këto janë atë profesorë. Dhe të frimosin njëherë mujtë në shen, ajo mund shken rrugësh, dhe është më gruja, sonja një kalit, janë përdo t'i herë në kokë, dhe shkejt frimosin njëherë mujtë në shen, pra shitesh, e 25.000 lekë marë. Ta 2 herë, gruja pra, kuj ka njëna gruja? Kuj ka njëna? Që të një në gjë, 25.000 lekë qërë dhe të rejnë. Po. Probably që jam për të diherë në kokë, jam për tino kokë, jam anë. Qifë të thërë. Ka do të liqësh? Bazuar në solidaritetin është gjithmonë e lidhur me rezistencën në çdo vend të botës. Edhe në Itali thjesht dhe në Gjermani thjesht, nëse ti nuk jeton në atë territor, e humbet. Dhe me të drejtë, në Shqipëri ka patur me vjetra, qindra pase, njëra, persona me aftësi të kufizuar, po edhe persona të pagime ekonomike, që jetonin në vende të tjera dhe që përfitonin atje mbështetje ekonomike dhe kërkon merren me pagesa të aftësisë të kufizuar në Shqipëri. Kjo është janë probleme dhe ndoshta disa konsulta për të siguruar që kjo shumë nuk merret në mënyrë abuzive, në mënyrë që para shkojnë për një gjë tjetër, dhe shteti nuk ka burime ta kufizuar. Dhe unë edhe drejtën e kuaj ta drejtë që kush jeton në Itali dhe merr shërbime pagesa në Itali, të marrin edhe në Shqipëri. Kështu që për fakti kjo është situata. A është pagesa e ndihmës ekonomike mjaftueshme? Absolutisht jam shumë dakord. Edhe nuk mbulon nevojat e njerëzve sigurisht, por që ke parasysh bashkë me politikimin mila dhe ca ndryshime. Nga Eduardo, që Laura, nga Eduardo, ma spjego pak? Zysha, ma spjego pak Zysha? Që do prezentoj? Ne kemi klasa e 6A e shkollës Pashkovasa, kemi një projekt, lexojmë për vetë dhe për ju. Po. Leximi është pak a shumë për nxënësit me aftësi ndryshe dhe për gjithë ato që s'kanë kohë të lexojnë dhe kemi sjellë një formë 3 leximi në formën e audios. Shumë e bukur, është konferencë ndërkombëtare sot për njerëzit me aftësi të kufizuar. Kështu që këta me sa duket e kanë marrë me kështu, me devocion këta, Po, këto janë narratorë të vegjël që nëpërmjet fshirjes të tyre do të sjellin zërin e tyre tek nxënësit me aftësi ndryshe dhe të gjithë personat që kanë dëshirë të dëgjojnë audiot të tyre. Pra libri për njerëzit që janë të verbër, sidomos, për këtë shtref, për këta. Këto që janë me aftësi ndryshe. Edhe këta që janë me aftësi ndryshe.
the organizatën Overcoming and Balance and Opportunity ka organizuar për sot për neve. Unë jam Vasilika Laska, pavarësisht se unë profesor organizatën Fushirë Sociale për Zhvillimin në qytetin e Lezhës, punoj gjithashtu edhe në Bashkinë e Lezhës, në sektorin e projekteve, në drejtorinë e projekteve, dhe shumë nësi që jam sot të prajnjush për të ndarë këto momente diskutimi për një nga kategoritë të cilat meritojnë gjithmonë të ketë vëmendjen tonë, qoftë institucioneve të pushtetit vendor, ashtu edhe organizatave të shoqërisë civile. Fillimisht dua t'ju falenderoj secilin për juve për pjesëmarrjen, që keni treguar interes për qenë sot këtu, që jeni të gatshëm dhe të hapur për të ndarë problematikat me të cilat ju përballeni, por gjithashtu për të falenduar dhe institucionet që janë përfaqësues të pushtetit vendor, ashtu edhe të organizatave të shoqërisë civile, që janë të gatshëm për të punuar së bashku me juve, për të dëgjuar problematika që ju keni, si dhe për të propozuar zgjidhje. Ajo që unë dua të them sot këtu është që sot ne nuk jemi mbledhur thjesht për të diskutuar. Jemi mbledhur për të propozuar dhe për të identifikuar problematika me cilat ju përballeni çdo ditë, për të kuptuar se cilat janë sfidat që ju hasni dhe për të propozuar zgjidhje, sepse ka ca të drejta themelore, të drejtat e njerëzit, të cilat duhet i gëzojë çdo njeri. Sot këtu kam nxënësit e mrekullueshëm të shkollës Pashkovasa, një shkollë tek e cila punon shumë fort një zë që na ka bërë gjithë së bashku këtu, Arbrora Leti, dhe në këtë moment e gjej rastin ta falenderoj jashtëzakonisht shumë si një person që jam lind dhe vi me origjinë nga Mirgita, edhe për gjithë kontributin që ajo po bën për gratë, vajzat dhe komunitetin e Mirgitas. Një dorë të rritë për gocat që kemi sot këtu. Edhe pa më burko, dua t'ju kaloj fjalën për prezantimin e audiolibrit, të cilin e kanë përgatitur nxënësit e shkollës. Jeni gati? Okej, faleminderit. Përshëndetje miq, dhe mirë se ju gjetëm. Sot ne për ju kemi përgatitur një projekt i cili titullohet Lexoj për vete dhe për ju. Qëllimi i këtij projekti është eksperimentimi me leximin për vete dhe për ata që kanë nevojë për ne. Ky libër është një tregim mbi kuptimin, përballimin e sfidave dhe dashurinë pa kushte. Një libër që na ka mësuar të shohim për të dukes fizike. Një nga personazhet kryesor të këtij libri është dhe Alfi, i cili ecën me vështirësi, nuk mund të bëjë disa nga aktivitetet që fëmijët e tjerë bëjnë, përjeton ndjesinë e izolimit dhe vështirësitë për të përshtatur veçanërisht në shkollë, megjithatë ai është shumë i guximshëm, inteligjent dhe me një zemër të madhe. Një tjetër personazh aq kryesor është babai i Alfit, i cili është në karrocë me rrota dhe jeton vetëm me Alfin, pasi nëna e tij ka ndëruar jetë. Përkundër kufizimit të tij fizik, është shumë i përkushtuar, i dashur dhe përpiqet ta mbështesë Alfin sa më shumë që mundet. Ai përfaqëson një figurë të fortë prindërore, që përballet me sfida të mëdha, por që nuk dorëzohet kurrë. Si mendoni ju, pse duhet ta dëgjojmë këtë libër? Pasi promovon përfaqësimin e një personazhi me sfida fizike, por që kur nuk ndalet se luftuari për të drejtën dhe të vërtetën. Tregon se kuraja, jo fuqia fizike, është ajo që ka rëndësi. Nxit empatinë dhe mirëkuptimin të gjitha ato që përballen me sfida të ngjashme. Mesazhet që ky libër nxjerr janë: aftësia kufizuar nuk e pengon ti të jetë një prind i mrekullueshëm. Të gjithë meritojnë të trajtohen me dignitet, pavarësisht sfidave fizike. Aftësia e kufizuar nuk do të thotë mungesë iderash. Kuraja vjen nga zemra dhe jo nga trupi. Fëmijët dhe prindërit me aftësi të kufizuara kanë marrëdhënie të fuqishme, të ndjeshme dhe të përfshirë në dashuri. Ne duhet të ndërtojmë një shoqëri të barabartë që sheh aftësi dhe jo kufizimet. Syri i këtyre narratorëve të vegjël është thyer në zë për të gjithë miqësan me aksion ndryshe, që të përjetojnë emocionet e librit artistik, të përfshin në aventura të personazheve që do t'i dëgjojnë në këtë audio që ne kemi përgatitur për ju. Nga nxënësit e shkollës Pashkovasa, i drejtuar nga mësuese Martina Rapi, dhe për ju që jeni kundërshtar të lexoni librin ose ta dëgjoni, ja tek është linku. Faleminderit. Faleminderit. Edhe duke qenë se unë punoj me një nasilë, që ju mirë shqiptoj jam të puno, të profaqet e në përshëtimit
Sepse do marrim sfidën dhe ku jemi aktualisht, dhe se cili mund të jetë reformati që ne mund ta përmirësojmë. Kam pas djalin në shembull në Fatkesisht ndërgjitja ka ekzistuar. Qëllimet tonë të shkojnë një herë. Ne të flasim më madhe për thashëm prapë pavarësisht na kanë bën më ideja sepse po ndërmjet to projekte është jo vetëm për të përmirësuar shërbimet që jepen tek kjo, por edhe për të ndërgjegjësuar njerëzit, popullatën, që jena gjithë njësoj. Po timi të respektuar. Solidariteti ndërmjet secilit grup duhet të ekzistojë minimumi se çfarë njerëzit mund të bëjnë për njëri tjetrin, për këto grupe, të cilat jepen janë jo mirë pas nevojës që kemi nga institucioni ku punojnë, apo nga shkolla në që pas mërin sa i tjetë, marrë leje. Dhe kërkesat tona janë të qarta, konkrete dhe jetike. Investim në infrastrukturë dhe akses. Rampa, ascensor trotuare, sinjalistik dhe për personat me aftësi të kufizuar. 2. Transporti publik. 3. Qendra rehabilitimi në çdo bashki. 4. Pajisje ndihmëse falas dhe në kohë në duhur për të gjithë. 5. Programe punësimi dhe trajnim të përshtatshëm. 6. Mbështetje për kujdestarët tanë familjar. Dhe 7. Pjesëmarrja e detyrueshme në vendimarrje që ne. Kështu që Henrieta do na ndajë historinë e saj dhe besoj që është historia e shumë prej juve që jeni këtu sot me neve, por edhe shumë prej të tjerëve të cilët nuk janë sot. Henrieta, për ty fjalë. Sot do të mbledh për një çështje që prek mira njerëz ku janë me aftësi ndryshe, por veçanërisht gratë e vepra për shkak të eksperiencës time personale, ku jam vajza e një nëne të vepër. Imagjinoni sa vështirë është për një grua për vepër që të rrisë fëmijën e saj pa ndihmë, sa vështirë është për një grua për vepër që të gjejë një punë, të sigurojë jetesën dhe të jetojë me dignitet shoqëri që edhe nuk ofton mjaftueshëm për të. Këto gra nuk janë thjesht një histori sakrifice, janë shembull të forcës, guximit, dashurisë së pakufishme. Po a është bërë mjaftueshëm për to? A është shteti duke u dhënë mbështetjen dhe vlerësimin që meritojnë? Përgjigjja është jo. Ne kërkojmë që shteti të marrë masa konkrete dhe për të vlerësuar kontributin e këtyre grave. Kërkojmë mbështetje ekonomike të drejtë për drejtë, për gra që nuk kanë mundësi punësimi apo që përballen me kushte të vështira jetese. Por, përveç ndihmës ekonomike, këto gra meritojnë mundësi për të ndjerë gëzim, për të ndjerë pjesë e komunitetit dhe për të harruar qoftë edhe për pak qaste të gjitha vuajtjet dhe sfidat që kanë kaluar. Ndaj sot ne kërkojmë të organizojnë aktivitete sociale dhe kulturore për to si takime dhe aktivitete motivuese, ku ata mund të ndajnë historitë e tyre dhe ndihen të dëgjuar. Aktivitete rekreative dhe argëtuese, si ekskursione, evente artistike dhe aktivitete sportive të përshtatura për të përmirësuar cilësinë e jetës së tyre. Qendra mbështetje, ku ata mund të marrin ndihmë psikologjike, këshillim dhe të krijojnë rrjete sociale për të mos ndjerë të izoluar. Sot nuk më kërkoj thjesht të dëgjoni, ju kërkoj të veproni, një shoqëri e drejtë të marrë me fjalë për me vepra. Ndaj e shkolla që shteti të veprojë dhe të tregojë me hapa konkret se të gratë nuk janë të harruara. Ato kanë dhënë gjithçka për ne, tani është ora jonë t'ju japim një mundësi për një jetë më të mirë. Ju të mos harrojmë, drejta e vërtetë nuk vjen nga syt, por mundësi që japim njëri tjetrit. Në fund dua të shpreh një ndjenjë të thellë për gjithë ata që kanë organizuar këtë konferencë. Pa angazhime të punësuar, por krijojnë një platformë ku zëri atyre që shpesh mbetet i padëgjuar mund të dëgjohet. Le të ngrenë zërin për to, le të kërkojmë ndryshim. Faleminderit. Shumë faleminderit Henrieta, nuk është shumë thjeshtë të flasësh dhe të ndash histori sepse të duket sikur ti po vazhdon dhe përjeton akoma më tepër gjithë ato kujtime edhe sakrificat të bëra ndër vite, por që kur ndajmë historitë kuptohet dhe reflektohet që këto janë sfidat me të cilat ne individ përballen dhe ne duhet t'japim kontributin tonë që ta përmirësojmë situatën në të cilën ata ndodhen.
qoftë së paku edhe duke I mbështetur edhe emocionalisht është minimumi që ne mund të bëjmë. E rëndësishme sot, ashtu siç I mbledhur dhe ju këtu të diskutojmë, të nxjerrim konkluzione dhe rekomandime të cilat janë efikase për të gjithë fëmijët, sepse ata kanë të gjithë të drejtën të barabartë si çdo fëmijë tjetër. Si fillim do dalim te pjesa e një prezantimi ose një hyrje si çfarë në Shqipëri po ndodh aktualisht. Fëmijët me aftësitë kufizuar fatkeqësisht përballen me shumë pengesa të mëdha, të cilat janë sfidë për ta. Sfidë për ta në mënyrë personale, por edhe familjare, sepse ndikon drejt për drejt në psikologjinë e tyre dhe të fëmijëve dhe të familjet e tyre. Do ndalojmë pak dhe do të ashtri formën e diskriminimit në dy forma. E kemi në formën e anës shoqërore, pra të gjithë kemi përballur deri këtu me një paragjykim ose një diskriminim në shoqëri, por edhe në aspektin e sistemeve, sidomos arsimore në të cilët unë dua të diskutoj. Pjesë e aftësisë së kufizuar, të cilat ne nuk mundemi ta shpjegojmë me fjalë dot, vetëm ata vetë e dinë se çfarë vuajtjesh, çfarë dhimbjesh, çfarë diskriminimesh mund të hasin çdo ditë në jetën e tyre. Të paktën ju të jeni një dorë mbështetëse, përkrahase dhe pozitive për to. Faleminderit. Tani do të thënë është ora 4. Dhe mbaroj. Kemi filluar në orën 9. Në orën 9 kemi filluar, edhe mbarojmë në orën 4. Tu dëgju zëri I atyre që kanë problemin. Kjo është e rëndësishme, Dhe dyta, u dha informacion për ta. Në ana tjetër, unë punare e ligja, që do të doja të ishen kryetarët e bashkive. Edhe nuk I pash. Ne I përjetojmë nga larg në mënyrë egzotike, por nuk I shohim nga ata që jetojnë për ditë, po I verbër ose një mafsi tjera të kufizore tjere me radhë. Dhe tjetra, do doja që edhe ju që aspironi për të bërë deputet, edhe të bëj deputet mirë, po që të bërë deputet mirë duke folë me targetet e ndryshme të njerëzve, edhe këta do të dini se çfarë duhet përmirësuar në legjislacionin shqiptar. Po ashtu, do të thoja edhe për zyrat arsimore, për drejtorinë arsimore. Unë e di shumë mirë që, dhe e dinë gjithë njerëzit, që shpesh herë në vende që janë kaq delikate për t'ju shërbyer shtresa vulnerabël, shpesh herë futen njerëz për çoka të pa merituar. Në fakt, është sektori më delikat për të quajtur profesionistë të vërtet, psikologë të vërtet, mësues NIMS të vërtet, punojtë social të vërtet, domethënë që janë të kualifikuar shumë mirë, por mbi të gjitha të jenë komunikuese human. Ka nevojë, unë pash, domethënë njerëzit që folën këtu, kanë nevojë për të pas komunikim. Më pyeti njëra aty, dhe I thash nuk jam unë specialisti që mund ta jap të përgjigje, por që duhet nga bashkia. Ore webet e bashkisë çfarë bëjnë? Për çfarë janë webet e bashkisë? Për t'u bërë fresk kryetarët e bashkisë, për t'tregu servilin. A do të thotë, është shumë e vështirë kjo gjë. Domethënë, do të krijoni dritare komunikimi me komunitetin dhe me shtresa të tilla, të bëhen pyetje të ndryshme, se njerëzit nëse ti u hap të dritare dhe nuk e mbyll të dritare, bëjnë pyetje, kërkojnë sqarime, folën për bonuset e qerave etj, për ndërtesa sociale. Njerëz që janë kështu domosdoshmë, për çfarë përdoren banesat sociale duhet të jepen në mënyrë të hapur, në mënyrë publike. Dhe e dyta, ka financime. Unë po them edhe rresheni, ka plot, nuk ka financime plot. Për çështjet sociale, është e turpshme. Ka bërë Arbrora, atje ka mbjellë të demoluara dhe të mykura të post telegrafës dhe ka bërë një shërbim të jashtëzakonshëm për 60 fëmijë që janë aty. Pas ndihmë nga shteti, po thjesht nga aktor të ndryshëm, vullnet mirë për ta bërë këtë. Por ama ka ambiente plot që janë bosh, fare, zero bosh. Për çfarë do përdoren këto? Thjesht për të krijuar zyra, për të krijuar komunitete zyrtaresh, burokrat, parazit e me radhë. Prandaj po ju them prapë, dhe ju drejtohem miqësisht, edhe si njëri I medias, po ju drejtohem miqësisht, po edhe si njëri I medias e përsëris, që krijoni dritarët e komunikimit me qytetarët e ndryshëm. Edhe ju që do bëj deputet se do keni zyrat atje. Zyrat e deputetit do të jetë janë për të prit. Për të prit, po nëse ti nuk je e njohur me problematikën dhe filloni thjesht duke bërë një makjazh, është normale. Por ama nëse ju ndjeshni problematikën etj dhe atje kur të bëheni deputet, zyrat I kthenin zyra pune dhe zyra pritje. Unë e falenderoj pafund dhe si Arbrora, na duan shumë, mirë ditë, Arbrorën ta ndihmoni.
Okej, unë për vete e kam absolutisht qëllim për ndihmuar për projekte që vijnë kështu dhe ky projekt ishte projekt shumë interesant edhe me spacio dhe me fasha të gjerë diskutimesh, problematikash ndërkombëtare. Shumë faleminderit Arbor. E mbyllëm mirë. Okej? Faleminderit. Faleminderit.